Përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni i lajmeve në News 24. Përfaqësuesit amerikan Top Dat, oficerin ndihmës për trajnimin dhe asistencën në prokurori, janë rikthyer në ambientet e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku do të vazhdojnë të ofrojnë asistencë për hetimet që po zhvillohen nga prokurorët e kësaj strukture. Këta ekspertë amerikanë ishin larguar nga Shqipëria në fillim të muajit shkurt, pas një vendimi të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të pezulluar disa fonde për agjencinë ndërkombëtare për fshirë USAID-in. Megjithatë, ata janë rikthyer tani për të vazhduar mbështetjen dhe asistencën e nevojshme për SPAK, një strukturë e krijuar për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Shqipëri. Që nga krijimi, SPAK ka marrë mbështetje të vazhdueshme nga partnerët ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë kontribuar nëpërmjet disa misioneve si OPDAT, ICITAP, DEA dhe FBI. Kjo mbështetje ka qenë e rëndësishme për forcimin e kapaciteteve të institucioneve shqiptare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Përfshirja e OPDAT me ekspertizë ligjore në Shqipëri është e zgjeruar duke përfshirë këtu edhe institucionet e drejtësisë, policinë e shtetit dhe agjencinë e mbikëqyrjes policore. Prokuroria e Tiranës merr të pandehur ish drejtorin e IT-s në Policinë e Shtetit Ervin Muça, i cili akuzohet se eksportoi bazën e të dhënave të sistemit TIMS. Muça urdhëroi punonjësit për hapjen e portave USB dhe lejoi futjen në godinë të personave të paautorizuar. Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur ish drejtorin e IT-s në Policinë e Shtetit Ervin Muça, i cili akuzohet se eksportoi bazën e të dhënave TIMS të Policisë së Shtetit. Ervin Muça akuzohet për hyrje të paautorizuar në sistemet kompjuterike, rasti lidhur me kopjimin e të dhënave në sistemin TIMS. Organi akuzës ka veçuar çështjen dhe po heton edhe për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Prokuroria bën të ditur se nga tërësia e veprimeve hetimore rezultoi se i pandehuri Ervin Muça në lidhje me procedurat e backup dhe ekstraktimin e të dhënave nuk ka informuar drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, nuk ka një informacion me më informuese, plan veprimi për problematikat e konstatuara dhe veprimet të ndërmarra për rregullimin e tyre. I pandehuri Ervin Muça ka urdhëruar punonjësit për hapjen e portave USB. Veprimet janë kryer prej tij deri në orët e vona të natës dhe në godin janë futur persona të paautorizuar për të asistuar në procesin e backup, konkretisht shtetasi KM, jo pjesë e stafit. Shpeshherë ka hyrë me pinin personal të një punonjësi tjetër jo prezent. Gjithashtu vërtetohet qartësisht lidhja midis pajisjes hard disk të sekuestruar me kompjuterin e identifikuar të lidhur me serverat, lidhje e realizuar për të mundësuar kryerjen e një procesi backup manual, duke eksportuar të dhëna në hard disk. Sa më sipër, hyrja e paautorizuar kompjuterike është realizuar. Pas hapjes së portave USB, procesi backup ka filluar vijuar, por nuk është përfunduar plotësisht, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Ervin Muça para togave të zeza ka mohuar të jeti përfshirë në ndërhyrje në sistemin TIMS, duke theksuar se është i pafajshëm, ndërsa ka deklaruar se nuk ka kopjuar asnjë të dhënë. Ka reaguar menjëherë nga burgu ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani, pasi Prokuroria e Tiranës mori të pandehur ish drejtorin e IT-s në Policinë e Shtetit Ervin Muça. Saliani, që drejtoi komisionin hetimor për TIMS, tha se dalja e të dhënave sensitive është një histori mafioze ku janë të ndërthurura emërtimet e paligjshme me manipulimin e sistemit dhe se hetimi duhet të thellohet nga SPAK. Arrestimi i Ervin Muçës, ish drejtori i IT-s në Policinë e Shtetit, është dëshmia se Komisioni Hetimor Parlamentar për ndërhyrjet në TIMS dokumentoi eksaktësisht pasigurinë dhe paaftësinë dhe keqpërdorimin e administratës shtetërore për të mbrojtur sistemet dhe informacionet e rëndësishme shtetërore. Ndërhyrja në sistemet kompjuterike dhe kopimi të dhënave në TIMS cënoi rënd sikurinë kombëtare, thuhet në reagimin e Salianit. Sipas tij, kjo çështje ka mbetur në sirtaret e kuvendit dhe nuk është dërguar në SPAK, vetëm në sajt të fuqisë dhe imponimit e Edi Ramës. Burgosja ime është edhe për këtë arsye për të harruar çështja dhe për të mos u hetuar përfituesi kryesor Edi Rama, thot Saliani, që rendit në postimin e tij disa nga gjetjet kryesore të Komisionit Hetimor. Policia e Tiranës ka njoftuar pas 3 muajsh për një ngjarje të ndodhur në 25 dhjetor 2024, kur 2 persona të maskuar me leva kanë hyrë gjatë natës në ambientet e një kompanie telefonike në zonën e Laprakës. Ngjarja është mbajtur e fshehur nga kompania dhe shoqëria e sigurisë. Policia njofton se disa punonjës të kompanisë telefonike dhe të sigurisë janë proceduar për moskallëzim të krimit dhe pengim të hetimeve. Policia e Tiranës njoftoi këtë të mërkur se 3 muaj më parë dhe pikërisht më 25 dhjetor 2024,
Dy persona të maskuar dhe me lev në duar kanë hyrë në zyrat e kompanisë telefonike në zonën e Laprakës, por ngjarja është mbajtur e fshehur si nga kompania, ashtu dhe nga shoqëria private e ruajtjes së objektit pa u raportuar pranë institucioneve. Pas marrjes së informacionit për një ngjarje të ndodhur dhe të paraportuar, janë kryer veprime verifikuese dhe hetimore të cilat çuan në konstatimin e kësaj ngjarje, e ndodhur më datën 25/12/2024 në ambientet e një kompanie telefonike në zonën e Laprakës, tha policia. Nga hetimet paraprake, sipas policisë rezultoi se rreth orës 2:30 të datës 25 dhjetor, dy shtetas të maskuar kanë hyrë në ambientet e kësaj kompanie, duke dëmtuar drynin e derës së pasme. Ngjarja është konstatuar nga punonjësi i sigurisë së brendshme i kësaj kompanie, shtetasi Gentian Koçi, i cili në deklarimin e tij ka pohuar se nuk janë marrë sende dhe nuk janë shkaktuar dëme materiale. Gentian Koçi nuk ka njoftuar policinë për ngjarjen. Dyshohet se ai ka njoftuar vetëm drejtuesin teknik dhe punonjësit e grupit të shoqërisë private të sigurisë fizike, që kishte në ruajtje ambientet e kompanisë, njoftoi policia. Mëtej shtoi se edhe përfaqësues të kompanisë telefonike kanë qenë në dieni të ngjarjes, por nuk e kanë kallëzuar. Sipas policisë, për akuzat e moskallëzimit të krimit dhe veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës, u proceduan Gentian Koçi 50 vjeç dhe Arsil Feshti 31 vjeç, të dy me detyrë punonjës sigurie i brendshëm pranë kompanisë telefonike, si dhe Ralsina me detyrë drejtues departamenti i zyrave dhe pasurisë në këtë kompani. Alfred Zylalaj me detyrë drejtues teknik e kompanisë Nazeri 2000, Koço Veneti, Gëzim Sala, Ismet Tatari dhe Myzafer Dinoshi, punonjës shërbimi pranë kompanisë Nazeri 2000, po hetohen në ndyshimet për mos kallëzim krimi. Prokuroria është duke hetuar për rastin në fjalë, ndërsa po merren në pyetje të gjithë personat që kanë dieni për çështjen. Kryeministri njoftoi se procedura për mbylljen e rrjetit social TikTok ka përfunduar, ndërsa paralajmëroi qytetarët se përdorimi i VPN-s mund të rrezikojë të dhënat. Në rubrikën Sy, Rama bëri të ditur gjithashtu se nga 1 janari 2026 do të ketë rritje të pagës minimale nga 400 në 500 euro. TikToku në smartphone është mbyllur, e kam informacion dhe e kam edhe si këshill, sugjerim për gjithë ata që do të dëgjojnë fjalën VPN falas, mos i hyni asaj rrugës, sepse VPN falas janë hapja e shtegut për të humbur të dhënat që keni në telefon, sepse hakerat janë aty gati t'ja u glëbrojnë të dhënat e telefonit. Dhe i them të gjithë prindërve, kujdes me telefonat, sepse në qoftë se fëmijët ju fusin VPN në telefon, ju morën qafë. Kujdes me telefonat, TikToku me VPN është hapja rrugës për hakerim. Okej? Falas dhe pastaj është një darë që e ka bishtin mbrava shumë të madh, shumë të gjatë. Minimale kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale, 500 euro. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka vendosur të mos ndryshojë normën bazë të interesit. Guvernatori Gent Sejko thekson se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit të stabilitetit të çmimeve, por mund të ketë dy rreziqe nga jashtë. Ndërsa ka miratuar raportin e ndërmjetëm të politikës monetare, Këshilli mbikëqyrjes i Bankës së Shqipërisë ka vendosur të mos ndryshojë normën bazë të interesit me nivelin 2.75%, duke vlerësuar qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit të stabilitetit të çmimeve në të ardhmen. Megjithatë, përpara mbeten edhe rreziqe që mund të vinë nga jashtë. Tensioni i lartë gjeopolitik dhe rritja e mundshme e barierave dhe tarifave tregtare mund sjellë një goditje oferte me pasoja potenciale negative në rritjen ekonomike dhe në inflacion. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, tha se punësimi dhe pagat kanë ardhur në rritje gjatë 2-3 muajve të fundit, ndërsa inflacioni qëndron në nivele të ulta. Sipas Sejkos, kreditimi ka shënuar rritje të shpejtë dhe të qëndrueshme. Projeksionet ekonomike për të ardhmen mbeten pozitive.
Në skenarin bazë, inflacioni pritet të luhatet pranë objektivit, ndërsa ekonomia shqiptare pritet të rritet me ritme të qëndrueshme në afatmesëm. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare është ende i përshtatshëm për të garantuar stabilitetin e çmimeve dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë. Në skenarin bazë, inflacioni pritet kthehet gradualisht pranë objektivit gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një rënje të lehtë në 2 muajt e parë të vitit 2025, duke qëndruar në nivelin mesatar prej 1.9%. Rënja e inflacionit u diktuar nga ecuria e çmimeve të ushqimeve të papërpunuara dhe ulja e çmimit të energjisë për konsum familjar. Nga ana tjetër, inflacioni i çmimeve të artikujve të tjerë të shportës së konsumit ishte relativisht i qëndrueshëm. Rihapet thirrja për ndërtimin e bibliotekës së re kombëtare. Korporata e investimeve shqiptare ka rishpallur nga e para thirrjen për gjetur një zhvillues privat për nën projektin për godinën e re të bibliotekës, pasi thirrja e parë u anullua për shkak të interesit të ulët. Korporata e investimeve shqiptare ka rishpallur nga e para thirrjen për të gjetur një zhvillues privat për nën projektin për godinën e re të bibliotekës kombëtare, që është pjesë e projektit zhvillimi dhe menaxhimi i pronave shtetërore. Sipas dokumenteve sqaruese, anulimi i procedurës së parë është bërë për shkak të një numri të pamjaftueshëm të aplikimeve të dorëzuara për fazën e parë të procedurës konkurruese brenda afatit, për dorëzimin e aplikimeve të përcaktuara në dokumentet e kualifikimit. Në thirrjen e re, Korporata e Investimeve Shqiptare ka përcaktuar si afat për paraqitjen e aplikimeve nga ana e subjekteve private datën 7 prill 2025. Sipas dokumenteve, procesi do të jetë ndarë në 2 faza, ku në fazën e parë pritet të bëhet paraqitja e një aplikimi nga subjektet e interesuara, ndërsa në fazën e dytë konsiston në paraqitjen e një propozimi, i cili përmban projektiden arkitekturore të zhvillimit multifunksional, si dhe ofertën financiare. Ky projekt synon konceptimin dhe projektimin e një zhvillimi multifunksional në zonën e ish-vilave gjermane. Ndërtimi i bibliotekës kombëtare është një nga disa projekte që qeveria ka nisur, sa i takon zhvillimit të pronave në partneritet me privatin. Ish-kryeministri italian Matteo Renzi vizitoi kampin e pritjes së emigrantëve në Gjadër të Lezhës, duke hedhur idenë që kjo qendër të shndrohet në burg për shqiptarët që vuajnë dënimin në Itali. Sipas senatorit italian, marrëveshja për emigrantët nuk i shërben as Shqipërisë, e cila është në prag të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ish-kryeministri italian Matteo Renzi inspektoi kampin e pritjes së emigrantëve në Gjadër të Lezhës, prej ku hodhi idenë se kjo qendër, që u ka kushtuar italianëve gati 1 miliard euro, të shndërrohet në institucion për vuajtjen e dënimit për të burgosurit shqiptar në Itali. Sipas senatorit italian, kjo ide u shërben si italianëve ashtu edhe shqiptarëve, pasi këta të fundit mund të jenë më pranë familjarëve të tyre. Da mesi ormai l'Italia sta spendendo centinaia e centinaia di milioni di euro. Italia ka shpenzuar rreth 1 miliard euro për të ndërtuar këtë strukturë në Gjadër. Parat e italianëve që mund të përdoreshin për pensionet, faturat, për rritjen e pagave, për kontributin ndaj të rinjve shkuan këtu. Kjo qendër nuk i shërben askujt dhe asgjëje. Është thjesht një marrëveshje mes Melonit dhe Ramës. Një marrëveshje e gabuar, ndaj ne jemi këtu për t'ju treguar italianëve se ku shkojnë parat e tyre. Janë rreth 2000 shqiptar të burgosur në Itali dhe mendoj që ata të sillen për të vuajtur dënimin këtu. Kjo i shërben edhe italianëve dhe shqiptarëve, teksa këta të fundit janë më pranë familjeve të tyre. Matteo Renzi tha se marrëveshja për emigrantët nuk i shërben as Shqipërisë, e cila është në prag të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. L'Albania deve entrare in Unione Europea. Questo è un messaggio che tra l'altro allontana. Shqipëria do të futet shumë shpejt në Bashkimin Evropian dhe kjo qendër nuk i shërben as Shqipërisë, e largon atë nga Bashkimi Evropian. Në dukje të parë, kjo mund t'i shërbej mirë postimeve në Instagram apo në rrjetet e tjera sociale për propagandë, por në realitet kjo lloj qendre për emigrantët nuk funksionon. Giorgia Meloni është një influencer e mirë. Ka një narrativ të mirë, përmes së cilës sqaron se kjo qendër gjasme bllokon deportimin e emigrantëve. Shihni shifrat, asgjë s'ka ndryshuar. Sa i takon numrit të emigrantëve nga vendet e treta që po deportojnë në Europë, ish-kryeministri italian deklaroi se asgjë nuk ka ndryshuar që nga periudha kur ai ishte në detyrë.
Në ditën botërore të epilepsisë, mjekët në Shkodër thonë se 2.000 persona janë të prekur nga kjo sëmundje, shifra shqetësuese këto për vendin tonë. Mjekët u bëjnë thirrje familjarëve të personave të prekur nga epilepsia të mos e shmangin mjekimin e rregullt të tyre, pasi kjo gjë sjell fatalitet. Në Shkodër rreth 2.000 persona vuajnë nga epilepsia. Kështu u shpreh mjeku neurolog Genc Nuria në ditën botërore të epilepsisë. Ai sqaroi se 1.2% e popullsisë vuajnë nga kjo sëmundje, e cila më shumë prek fëmijët dhe moshat e treta. Piku i epilepsisë zakonisht është në moshën e fëmijërisë dhe në moshën e tretë. Diku 1.2% e popullsisë mund paraqisin kriza epileptike, të cilat në shumicën e rasteve janë të menaxhueshme dhe kontrollohen me nëpërmjet mjekimit. Si shkaqet e epilepsisë, kemi smundet e zhvillimit të trurit, patologjitë e zhvillimit të trurit, kemi smundet e enëve të gjakut të trurit, traumat kraniale, smundet infeksioze, të cilat mund të shkaktojnë kriza epileptike. Ndonse shifrat e personave të prekur nga epilepsia janë shqetësuese, mjeku thotë se nëse pacientët trajtohen në mënyrë të rregullt, ulen shanset e fataliteteve. Kemi edhe epilepsinë që nuk gjehet shkaku. Në gjitha rastet ka terapi nga më të ndryshme për trajtimin, por shumë e rëndësishme përcaktimi i llojit të epilepsisë, sepse llojet ndryshme të epilepsisë kanë edhe trajtime të ndryshme. Problematike është sepse këto janë sëmundje që në disa raste fatkeqësisht përfundojnë edhe me vdekje, por nuk u bë trajtimi adekuat. Kemi raste kur pacientët familjarët e neglizhojnë trajtimin nga stigma e kësaj sëmundje, që është një sëmundje si gjithë sëmundjet e tjera dhe që mund trajtohet fare mirë. Në Shqipëria në afro 18.500 persona të prekur nga epilepsia, një sëmundje e cila nëse nuk trajtohet në kohë dhe avancon pa u mjekuar, mund të sjellë edhe pasoja fatale. Në botë numërohen afro 50 milion njerëz që vuajnë nga epilepsia, prej së cilëve 125.000 humbin jetën çdo vit. Republika e Kenjas në Afrikën Qendrore ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani shkruan se njohja është bërë nga presidenti i këtij William Ruto dhe dokumenti është dërguar zyrtarisht presidencës së Kosovës. Kjo njohje është një dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme për të drejtën e popullit për Kosovën, për liri, pavarësi, sovranitet dhe integritet territorial. Njëkohësisht është edhe njohja e vuajtjeve të gjata të sakrificës shekullore të popullit Kosovës për liri, shkruan mes të tjera Osmani. Marrëdhëniet në mes të Kosovës dhe Kenjas do të thellohen në fusha të ndryshme, ndaj presim që shumë shpejt të vendosim marrëdhënie diplomatike duke ndërtuar një partneritet të fortë dhe afatgjatë në mes të dy shteteve dhe popujve tanë, shkruan ajo. Me rastin e njohjes nga ky shtet ka reaguar edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, i cili përgëzon Republikën e Kosovës për njohjen si shtet të pavarur dhe sovran nga Republika e Kenjas. Njohja e fundit për Kosovën ishte në vitin 2021 nga Izraeli. Protestat në Serbi vijuan edhe këtë të mërkur pavarësisht shiut të dëndur. Protestuesit, kryesisht studentët, thanë se nuk do dorëzohen derisa ligji të funksionojë njësoj për të gjithë. Qindra studente e protestues të tjerë u përballën me shiun e madh të mërkurën duke bllokuar një urë kyçe në Beograd, në vijim të protestave për vdekjen e 15 personave në katastrofën e stacionit e Kurdor në nëntorin e kaluar. Protestat e përditshme të udhëhequra nga studentët janë përhapur gjatë 4 muajve të fundit në pjesën më të madhe të Serbisë, pas shembjes së çatisë në stacionin e trenit të rinovuar Rishtazin në Novi Sad, qyteti i dytë më i madh në vend. Protestuesit në urën e Brankos që lidh qendrën e qytetit me zonën e Novi Beogradit, valvitën flamuj, uran bilbilave dhe brohoritën duke shpalosur sloganet e tyre. Unë mendoj se kjo është shumë e rëndësishme për të arritur ndërgjegjen qytetare dhe aktivizmin, pasi nuk ka demokraci pa të. Nuk mund të biesh në letargji dhe të presësh demokraci, tha Luka Todorovic, 29 vjeç nga Beogradi. Shumë në Serbi e kanë lidhur katastrofën e Novi Sadit me korrupsionin dhe keqmenaxhimin e përhapur. Autoritetet dhe presidenti i popullist Aleksandar Vučić dhe partia e tij progresive serbe i mohojnë këta akuza. Mesazhi është se ne të gjithë duhet të jemi aktiv në çdo kohë dhe të mos lejojmë që ligjet të jenë në duart e njeriu apo të qeverisë. Por sapo të fillojë të ndodhë një gjë e tillë, ne jemi të gjithë aktive dhe në rrugë, tha Jasmina Mnajlović, 50 vjeçe protestuese nga Beogradi. Ne nuk do të ndalem, nuk jemi të lodhur. Ne qëndrojmë të fortë në shi dhe në kushtet më të këqija dhe nuk do të dorëzohemi, tha Ivana Bauk, një studente. Ata akuzojnë gjithashtu Vučićin për lidhje me krimin e organizuar, cënimin e lirisë së medias dhe dhunë ndaj kundërshtarëve politik. Vučić dhe aleatët e tij e mohojnë këtë. Do të shkëputemi për hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.